Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Është një nga mësimet madhështore profetike që kemi nevojë shumë ta kemi parasysh në kohën tonë në të cilën është përhapur materializmi më të madh. Profeti alayhi salatu wassalam thot, kur ta shohësh ndonjë person që Allahu i jep begati përkundër mëkatet e tij, atëherë ta keni parasysh që aja është istidraj. Istidraj do thotë përshkallëzim. Kjo është një mësim shumë madhështor sepse shumë njerëz mendojnë që pse Allah po ju jep begatit kësaj bote, po i jep pasuri, po i jep fëmijë, mendojnë që Allah i dën ata. Përkundrazi. Kjo është nuk do të thotë që të dën Allah pse të jep pasuri, sepse është një rregull madhështore që Allah i jep dunjon edhe atij që e don, po edhe atij që nuk e don. Besimin ja jep vetëm atij që e don. Këtu profeti alayhi salatu wasallam po thotë, nëse Allah i jep një personi të mirat kësaj bote, përkundër mëkatet e tij, atëherë kjo është përshkallëzim. Kjo është përshkallëzim. E përshkallëzimi është njëra prej forma që Allah i madhëshëm jo bën kurth armiqve tij. Sa është cilësia Allah që i bën kurth atyre të cilët e luftojnë fenë e tij, i armiqsojnë miqtë e tij, Allah i bën kurth atyre në formë, si më thon në formë të kthimit të asaj. Se jo që është cilësia e pandashme e Allahut kurtha. Pra ai i cili bën mëkate, dhe aq sa më shumë që bën mëkate, të mirat e kësaj bote shtohen aq më shumë, kjo është përshkallëzim. Pra Allah i madhëshëm e përshkallëzon drejt dënimit. E lidhur me përshkallëzimin, lidhur me dënimin, vazhdon këtë transmetim profetik dhe Muhamedi alayhi salatu e lexon një ajet Kur'anit, që tregon se si Allah i përshkallëzon njerëzit drejt dënimit. Ai ajeti Kur'anit është hatta idha farihu bima utu falamma nasu ma dhukiru bihi fatahna alayhim abwaaba kulli shay. Ata, do njerëzit tek cilët janë dërguar profetët, pasi që e harruan atë me të cilën e kemi porosit, atyre ja u kemi hap dyert e çdo gjëje. Ja u kemi hap dyert e çdo gjëje, domethënë kanë harru porositë e Allahut, Allahu ja u ka hap dyert e çdo gjëje, domethënë çdo lloj begatie, çdo lloj mirësie, hatta idha farihu bima utu. Derisa ata janë kënaq me atë çka ne ju kemi dhuruar, akhadnahum baghta, i kemi marr edhe i kemi dënu befas, fa idha hum mublisun. Dhe në këtë gjendje ata janë bërë mublisun të pa shpresë, pa fat. Shikoni pra si Allah i ka përshkallëzuar këta drejt dënimit. Ata kanë harru Allahun, i kanë harru porositë e tij dhe Allah ju ka jep begatit dhe në këtë formë i ka përshkallëzuar derisa janë kënaqë, janë gëzu, në atë moment befas i ka dënu. Dhe kështu vepron Allah me çdo kriminal, me çdo njeri që është i keqbërës, i jep të mira, i jep begati, derisa ta përshkallëzon te dënimi, ta dënoj befas dhe ta merr. Prandaj kjo është një mësim shumë e rëndësishme. Nëse dëshiron me ditë se a është mirë aty begati që po të jap Allah, nuk është mirë, shikoj gjendjen tënde me Allahun. Ai e prej atyre që i zbaton urdhat e tij, i largosh ndalesat e tij, në këtë rast ai është e mirë, pse Allah t'i jep begati. Kurse në anën tjetër, nëse je keqbërës, atëherë aty begati janë kurth, prej kurthat të Allahut që me të përshkallëzuar drejt dënimit. Elusëm Allahun që gjithëve na ruan prej dënimit të tij.